Pas zhgënjimit në ndeshjen me Deqiq, Vllaznia ka arritur një sukses përballë skuadrës së Otrantit në Olqin. Kuqe Blut kanë triumfuar me rezultatin e pasur 2-0 duke kënaqur stafin drejtues. Trajneri Cungu nisi takimin duke I besuar Agovic katërkëndëshin e portës, ndërsa në mbrojtje rreshtoi Gocaj, Cicmil, Vrapin dhe Markun. 4 shjames fushës përbëhen nga Krymi, Bardulla dhe Kruja e Vecaj në krah, ndërsa në sulm u aktivizuan Dibra dhe lojtari I ardhur në provë Kalloqevic. Vllaznia nisi mirë takimin duke rrezikuar disa herë portën e ulqinakëve, por në mungesë të një sulmi efikas, goli erdhi nga mbrojtja. Në minutën e 30, Olsi Gocaj shënoi duke dhënë avantazhin shkodranëve duke mbytur pjesën e parë në fitore. Në fraksionin e dytë të lojës, tekniku Cungu bën disa ndryshime dhe nga zëvendësimet erdhi edhe goli I dytë. Lojtari në provë Manuka nga goditja e dënimit dërgon topin në rrjet duke dyfishuar rezultatin. Në minutat në vijim, Vllaznia menaxhon lojën dhe hidhet në kërkim të golit të tretë, por nuk I arrin. Me fitoren e pasur 2-0, mbyllet I gjithë takimi dhe Kuqe Blut arrin fitoren e tretë në 4 miqësoret e zhvilluara. Për trajnerin Armando Cungu, ndeshja ndaj Otrantos ishte më e mira në këtë muaj përgatitor, ndërsa duke folur për Merkaton, la hapur mundësinë e largimit të portierit Sherri. Mund të them se është miqësoria më e mirë që kena zhvilluar, pavarësisht nivelit kundërshtarit, por ky kundërshtar para pak ditëve ka fituar me ekipin e Mornarit 4-1 dhe në fakt pat me shumë vështirësi me ekipin e Mornarit të Varit para një jave pothuajse. Gjëte nuk do të thotë gjë kjo, por mund të them se është ndeshja më e mirë që kena zhvilluar të paktën edhe në aspektin tekniko-taktik. E pa edhe vetë, ku ekipi tham drejtën u shpreh shumë mirë, me veprime të qarta taktike, dalje nga krahët, por tham drejtën pretendosha pak më tepër te finalizimi I aksioneve. Megjithatë, jena herët për të pretenduar për gjanat ndoshta maksimale, pasi janë vetëm servitet nëse mund të them kështu të para, dihet që kena edhe fazë përgatitore për 3 javësh në Malzi dhe shpresoj që ta shërbejnë më tepër. Këtu duhet kuptuar se futbolli është sport kolektiv dhe nëse fitojmë do të fitojmë të gjithë bashkë. Nëse hupim, patjetër që hupim të gjithë bashkë. Merite nuk e ka një lojtar I vetëm, asaj që e çon topin port.